Sipas të dhënave të fundit, janë regjistruar 115 materiale kallëzuese, nga të cilat 25 janë paraqitur nga subjektet politike, 35 janë denoncime online dhe 8 janë të iniciuara nga vetë SPAK. Nga këto kallëzime, janë regjistruar 35 procedime penale, duke përfshirë raste të mundshme të krimeve zgjedhore. Në përgjigje të pyetjeve nga Partia Demokratike, SPAK ka konfirmuar se deri më tani janë regjistruar 18 hetime për krimet zgjedhore, prej të cilave 5 janë të nisura nga vetë struktura e posaçme. Në përfundim, SPAK ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të hetuar dhe parandaluar krimet zgjedhore gjatë zgjedhjeve të 11 majit 2025, duke përfshirë ngritjen e grupeve hetimore, krijimin e platformave për denoncime dhe bashkëpunimin me institucione të tjera për të siguruar integritetin e procesit zgjedhor. Shumë qytetarë për redaksin ton shprehen se pas këtij procesi që sipas tyre ishte farsë elektorale kanë humbur besimin tek struktura dhe drejtësia e SPAK. Ky është një moment ku drejtësia dhe zgjedhjet e lira vijnë në pikpyetje në Shqipëri dhe 70 e tyre shpresojnë tek krijimi i një qeverie teknike dhe mos certifikimi i zgjedhjeve të 11 majit dhe përsëritja e zgjedhjeve.